Mbas ofendimit që Edvini bëri ndaj presidentes të Kosovës, ajo është shpritur me protokoll nga sekretari i shtetit Rubio, i cili ka refuzuar një kërkesë të Ramës për të hyrë në Departamentin Amerikan të Shtetit. Amerikanët, përmes Departamentit Amerikan të Shtetit, vazhdojnë të jenë të akull. Spiropalën e priti niveli 5. Ramën as nuk dënjuan të prisnin. Dhe ai vajti tek Atlantic Council, i sponsorizuar nga Soros. Sepse të përdorin termat e tij që jeni shkon deri në xhamis. Dhe ai atje do shkonte si Sorosian, si bufoni Soros. Protestat kanë nisur. E keqja ikën vetëm me të keqe. Dhe në Shqipëri e keqja ka vetëm një emër, Edvin Rama, i cili nuk shpëton dot dhe nuk i hikin hallet nga një shtrëngim dore me Donin, apo duke shkuar nga pas për të marrë disa grimasa sekondash nga qendra e botës. Bordi i paqes, këtu po quhet si bordi i turpit, vazhdojnë vrasjet dhe nuk ka asnjë afat se kur do të nisin rindërtimet, sepse hebrejt që futët e Izraelit nuk largohen pa u çarmatosur Hamasi. Dhe kjo nuk zgjidhet për 3 vjet të Trumpit. Vetëm spastrimi i gërmadhave do disa vite të ndodh, dhe të paktën duhen 70 miliard dollar. Vizita e Ramës ishte vizitë turpi, me respekt ndaj Osmanit, dhe mbi të gjitha, Rubio ka thënë që presim të bashkëpunojmë me qeverinë e Kosovës. Asnjëherë nuk është thënë kjo me qeverinë e Tiranës. Më shumë fokus.